Brushtull ose pispilja çamesh receta për ditën e sotme është një nga ato receta që më sjell ndërmend shumë kujtime dhe sidomos gjyshen time, që gjithmonë ma përgatiste, sepse dinte që ishte preferuara ime. Gjëja e parë që bëj, marrim me qepët edhe hudrat e njoma, i grimimët, po ashtu edhe erza si majdanozi dhe kopra, spinaqin e kalojmë në një tas, në këtë rast nuk e kam gri për arsye sepse spinaqi ishte i vogël. Edhe i shtypi mirë bë spinaqin së bashku me erza dhe qepët derisa vëllimi i tij të ulet. Pak nga pak shtoj miellin e misrit, përziejm gjithmonë me dorë, shtojmë ujin e ngrohtë, përziejm edhe miellin po ashtu dhe në fund pastaj shtojmë vajin e ullirit edhe djathtin e bardhë të coptuar. Të gjithë masën, siç e shikoni është një masë e ujshme. E kalojmë në një tavë të lyer me vaj ulliri sipër për t'i dhënë më shumë krokantencë sipërfaqes, i hedhim pak miell misri, vaj ulliri dhe e kalojmë në furrë. Dhe siç e shikoni rezultati mrekullia vet. Unë e kam shoqëruar me ulli, me djathtë dhe me kos.